Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Vazhdojmë sot me tutje me një këshill të radhës dhe porosi të rëndësishme, prej porosive që shpresoj do të na ndihmojnë në kuptimin e disa gjërave të cilat të parata nuk kanë kushtuar vëmendje dhe rëndësishme të madhe. Kanë kushtuar vëmendje të madhe dhe i kanë kushtuar gjithashtu edhe vëmendje të rëndësishme. Nganjëherë njerëzit i dinë disa gjëra dhe gjithashtu i kuptojnë, mirë po ka nevojë që nganjëherë përvojat e disa njerëzve na japin edhe një shtytje më të madhe për ta kuptuar rëndësinë e tyre. Andaj porosia e radhës që do të flas për të është një përvojë e madhe, një dietarit madh dhe porosi gjithashtu e rëndësishme për një çështje që jam i bindur se ne e dimë, por në zbërthimin praktik dhe reflektimin praktik të kësaj nganjëherë ndoshta mund të habitemi. Porosia e radhës është porosia e Imam Malikut, rahimahullah, Malik ibn Anas, Allahu e mëshiroft, një nga dietarët e mëdhenj i cili është rrit dhe ka kontribu dhe ka punu në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Maliku, Allahu e mëshiroft, ka fillu si i ri kërkimin e dijes dhe më meritori nga njerëzit për dijen dhe atë që ka rrit është nëna e tij, e cila, sikur se thot Imam Maliku rahimahullah, më merrte dhe më barte në qafë dhe më shëtiste nga ligjërata në ligjërat, nga hoxha në hoxh, duke u kujdes që këtë të merdije. Madje nëna e tij nuk kujdesi vetëm që ta barte në mexhliset, në ndajet e dijes, por ajo kujdesi që edhe kjo dije e tij të jetë e dobishme. Andaj shpeshherë nëna e këshillonte Imam Malikun duke i thënë: "Biri im, shiko çfarë po mëson dhe shiko çfarë je duke vepruar me atë që ke mësuar." Madje nëna e tij shpeshherë e dërgonte në mexhliset e Rabi ibn Khuthaym, rahimahullah, nga dietarët e mëdhenj që Imam Maliku ka mësuar për tyne. Thot Imam Maliku ishte i vogël dhe shumë nga ato që shpjegoheshin nuk i kuptoisha. Po nëna më thonte, mëson nga morali dhe sjellja e Rabis para se të marrësh nga dija e tij. Andaj kështu u rrit dhe u zhvillua Imam Maliku rahimahullah derisa të ndërlozer arriti asaj pozite në Medinë. E Medina ishte vatër e dijes. Medina ishte një vend ku ende ishin të gjallat fresta gjurmët e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte një vatër e njohur e dijes. Dhe kishte dietar të mëdhenj në Medinë. Megjithatë, Imam Maliku rahimullah arriti në një shkallë të dijes saqë u nxor një vendim i përgjithshëm ku thuaj se nuk lejohet për askën që të nxjerrë fetva përgjigje fetare përderisa Imam Maliku është prezant në Medinë. Kur ky nuk është, ose është jashtë vendit, ose është i smur, nuk ka mundësi të tjerët mund të flasin. Përderisa Imam Maliku është në Medinë, nuk ka kush që ka flet për përgjigje fetare, për fetva, nga se mjafton Imam Maliku. Ky ka qenë Imam Maliku, ka qenë dija e tij. Njëri nga halifët asaj kohe, Abu Jafar al-Mansuri, ka vendosur që libri i tij Muwatta, ose ai ka bënë një përmbledhje të hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që libri i tij Muwatta të jetë libër referencë për muslimanët. Kjo më kon bazë për muslimanët, por refuzoi Imam Maliku rahimullah dhe tha se nuk lejoj që shkrimi im, fjala im, mendimi im të bëhet referencë e muslimanëve. Mund të konsultoni, të përfitoni, po t'ja obligosh musliman librin tim nuk pranoj. Edhe për këtë arsye edhe pati dhe probleme, domthonë me halifën asaj kohe dhe gjithashtu këto probleme nuk ishin të natyrë vetëm presionit, por shpeshherë kishte edhe presione fizike, krahas atyre psiqike që ja sjellën Imam Malikut rahimullah si pasojë e kundërshtimit të tij për ta marrë një pozitë, që kishte nder për të ishte pozitë që libra e tij të ishte
liba referencë në tërë shtetin islam të asaj kohe. Dhe kështu jetoi Imam Maliku rahimullah me dijen e tij, me modestinë, me adhurimin e tij, dhe është i njohur gjithashtu për fjalët e tij në lidhje me të folurit për fenë Allahut azza xal. Jo vetëm teorikisht, por edhe praktikisht. Saqë, sikur që e përmenda, ishte i njohur dhe një vendim i tillë në Medinë që u nxorr, padyshim se pat edhe reflektimet e tij në tërë botën islame të asaj kohe. Saqë erdhën disa njerëz nga perëndimi i shtetit islam pe Marokos e Tunisës së kohe, me ardhmë Medinë ishte larg shumë, sikurse sot e dini është larg si e madhe, e në atë kohë ishte edhe më larg kur njerëzit udhtonin në deve, në mjete primitive të asaj kohe. Erdhën me e pyet Imam Malikun disa pyetje. Dhe thuhet se ishin 20 pyetje, e në disa transmetime thuhet se ishin 40 pyetje. Nuk ka më rëndësi sa ishin, më rëndësi është se në 70% të këtyre pyetjeve Imam Maliku tha nuk di. Atëherë ata u çuditën, thanë kemi kaluar rrugë të gjatë dhe kemi marrë përsipër me të vërtetë rreziqet e shumta të kësaj rruge. Me arë me të pyet, dhe tash si kena mu kthy në të vani unë kur njerëz kanë na pyet në rrugë, çka ke thonë ti? Çka ju themi ne? S'ke ditë? Dyqysh eron që më thonë s'ka ditë Imam Maliku. Tha, jo atje të venët, po filloni pish shtëpisë teme, delni tash në rrugë dhe vërtet nisat mune, thunë se e kena pyet Imam Malikun dhe sens po di kjo. Do nuk u ngushtu për këtë punë, nuk di. Jo se nuk e ka ditë meselen, por nuk ka pas mendim qartë, s'ka dash më marr përgjegjësinë e përgjigjes para Allah xhalla xhelaluhu. Kaq ka qenë kujdes. Megjithatë, kur i ka vdekja të ndërlozur, tash paramendoj këtë jetë, këtë kujdes, paramendoj këtë dije dhe këtë devotshmëri që me qëllim e prezantohen mirë përgjithshme, kur i ka vdekja Imam Malikut rahimahullah, i ka thënë dy fjalë të mëdha. Njëra, kur kanë me vizitu e kanë pyet si e ke gjendjen, ka thonë një fjalë të madhe, ka thonë nuk u mendja se sa është falja Allahut të madhe. Ka pas mendim mirë për Allah në momentin e vdekjes. Ka thonë nuk mundi me paramendu kur sa është e madhe falja Allahut, derisa të takoni Allahun azza wa jalla. Dhe në një rast tjetër, gjithashtu në smundjen e vdekjes, e kanë vizitu dhe me një rast kur e kanë pyet si e ke gjendjen tash, e kanë gjetur duke qajt. E i kanë thënë pse po kanë, ti the falja Allahut është e madhe. Atë pse po qan, ka thonë Imam Maliku rahimullah, kisha pas dëshirë më e dashur për mua në këto momente është që për çdo fjalë dhe përgjigje që e kam dhënë, ta kisha marrë nga një shkap në shtëpinë e mos kisha fol për fenë Allahut azza wa jalla. Nga presia e madhe që do i dalë Allahut azza wa jalla, do t'ja përgjigje për fenë e tij e çka kum folën ne. Apo aja kom qëlluar se kom qëllu, çka i them Allahut që kum fol për fenë e tij. Andaj me këtë mërzi dhe breng vdiq Imam Maliku rahimahullah. Të ndërlozër, me të vërtet nuk ka mundësi njëri me kuptu rëndësinë e kësaj pune përderisa sikurse ceka nuk i sheh këta njerëz të mëdhenj, këta burra të mëdhenj çfarë domthon brengë dhe derti kanë jetuar dhe kanë vdekur. Normalisht kur Imam Maliku rahimahullah tha se nuk mundi me paramendu sa është e madhe falja e Allahut, kjo është e përgjithshme, është e vërtetë. Sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ta dini njerëzit sa është falja e Allahut e madhe, edhe ata që s'kan besuar në Allah nuk do ta humbin shpresën nga falja e tij. Mirë po ta dini njerëzit sa është i madh dënimi i Allahut, edhe besimtarët e devotshëm t'ia kishin ndronë këtë dënim. Andaj kemi thënë vazhdimisht mes frikës edhe shpresës me jetu besimtari. Prandaj falja e Allahut është vërtet është e madhe. Mirë po, kjo falje kërkon të meritohet. I ka shkaqe që ndikojnë në përfitimin nga kjo falje e madhe Allahut azza wa jalla. Në anën tjetër, shikoni këtë njerëz të madh. Dhe kjo është porosia kryesore e kësaj fjale. Frika e tij për dhënë llogari për Allahut të madh, për fjalë që i ka thonë. Veçanërisht për ato fjalë që kanë të bëjnë me fenë Allahut azza wa jalla. E që ka dallim të madh mes gjeneratave të kaluara edhe gjeneratave të sotshme kur bie fjala për këtë temë. Thot Sejid ibn Musayyib ka qenë
nga dietarët e mëdhaj të kohës së tabiinëve. Don ka qenë nxënësi i sahabeve, ka marrë nga ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Said ibn Musayyib, thot e mbaj mend, shikoni këtë provë të madhe, thot e mbajnë mend që në një tubim ishin më tepër se 70 ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. 70 shok të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pyeteshin për ndonjë çështje dhe sillej pyetje disa herë në mexhlis dhe askush nuk e merrte përgjegjësinë të jap përgjigje. Thonë që ky e din më mirë apo. Ai tjetër thonë jo që ky ka ngu më mirë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe sillen mesin 70 vete thotë se di mosë dhe askush e merrte përgjegjësinë të thotë se kështu është përgjigjja dhe kështu është çështja apo kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjasë është përgjegjësi e madhe. Dorso edhe Imam Maliku rahimullah është rritë, është dukun këtë frym. Prandaj edhe si ka marrë më s'di, tëna njëri i madh, po nuk di. Ndërsa sot për shembull na shën neve me dije të vogël, përvojë të vogël apo por me përgjigje të mëdha. Njerëz me dije të vogël, po me përgjigje të mëdha. Japin njerëz konkluza, përfundime, përgjigje, gjykime të caktuara për njerëz, për të cilat ndoshta dikush si Imam Maliku i kishë mbledh edhe 20 malika tjerë, apo për mu konsultuar se ç'si mja bëu kësaj puna ata. Andaj të vëzër duhet njëri pas frikë Allahut azza xal, që mos flet për fenë Allahut pa dije, mos flet për fenë Allahut me hamendje, mos jep konkluza pa u verifiku. A ka thonë dikush kështu te Allah? A ka në i hoxha, në i djetarë që ka thonë kështu? Kush e ka përmend këtë çështje në këtë mënyrë? Ka që kjo është feja e Allahut azza xal. Sot kush prej neve pranon që dikush më unëshku në emën tina? Ti me ndëgju për shembull se valla një dokument kënë komun e njoni për te me ta pru me lezuti e ka nëshku në vend teje. Qëka thotë ti? Qush nëshku dikush vend me jo, Allah? Qëka ka nëshku? Bërma ka të shë qëka është aja? Apo? Dhe nuk pranon kur kush më unëshku në emën tënë. E qysh dikush pranon me nëshku në emën të Allahut azza xal? Kështu ka thonë Allahu, unë e po garantoj. Ku është përgjegjësia? Prandaj mënyrat që njerëzit sot flasin për fenë Allahut azza xal, pa di janë të shumta. Një prej tyre është për shembull ajo që ka të bëjë me shtrëngimet, vështirësitë. Ato që Allahu se ka vështirësu, mundon t'ja vështirësoj njerëzve. Se ka bëu Allahu haram, pse po e bën njerëzve haram? Se ka bëu Allahu këtë punë obligative. Kur Allahu diçka nuk bën obligative, i bie që njerëzit janë të lirë, kush e vepron ka problem, kush nuk e vepron nuk ka problem. E pse këto punë dikush i bën obligative dhe sillet sikur janë obligative, aty po do më kon ma xheloz për fenë Allahut se Allahu azza xal, ai më dashur të kish bëu farz, ai se ka bëu farz. Ai më dashur të kish bëu haram, se ka bëu haram. Pse na jo bëjmë njerëz haram, ato që Allahu se ka bëu haram. Dhe kjo është një mënyrë e rrezikshme e të folit për fenë Allahut azza xal pa dije. Gjithashtu mënyrë tjetër e kundërt e kësaj është t'ua lehtësojmë njerëzve deri në atë mos, thotë Allahu se ka letu. Prandaj për shembull dikush i ka disa ndoshta pengesa, mirë po nuk janë të mjaftueshme për me braktisë urtën e Allahut. Dikush thotë, "Në qaftem, ti je lidh mos e bë këtë punë." Që thon qaftone. Që se merr qaf njërin, më thonë mos unë po të garantoj që se ki bërsi. Pe ka ke marr këtë punë? Ose unë po të garantoj që ti këtë punë se ki haram. Që ai leton dikujt me çfarë argumenti? Ku ki bazë? Prandaj lehtësimet, por edhe me angarku dikujt, dyjat janë të rrezikshme. Ose nga një njerëz dëgjojmë Zoti ka thonë kështu, kur Allahu s'ka thonë kështu. Ku ka thonë? O që shtu e këna nina, apëton. Ose kjo punë me të nime, Allah. Ku ka thonë Allahu? Allahu ka thonë Kur'an, a në Kur'an dikun ke fjallë, nuk është. Ase kujtes, ka thonë Muhammed Alisan, edhe kur s'ka thonë Muhammed Alisan. Ku ka thonë kështu Muhammed Alisan? Dhe vërteta, Allah, verifikaja, a ka thonë kështu pejgamber s'ka thonë? Ibni Abasi, që ka djali i agjës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa ka pas të afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për një hadith me vërtetuar se është e saktë që kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka udhëtuar me mijëra kilometra në kom apo me mijëra kilometra në kom. Veç me verifiku, a është e vërtetë apo është e vërtetë. Ka ndonjë që këtë hadith e ka dëgjuar filan sahabiu. Ka thonë s'diun e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ku e keni këto? E kanë pi filonit valla. Ku është filoni? Valla filoni është në Kairo. Ka devën edhe në Kairo. Sa është e udhëtimi gjatë? Me muj.
Në përvështërsitë e shumta. 4 rakit nder u dalë rifi kanë. Hajde mirë se vjen kushërini pejgamberit sa me prit ja ka veç mua me vërtetu, po thonë ndonjëherë që ti e keni pejgamberin të thonë kështu. A keni? Ka po vërtet është. Allahu është problem. Eca ona apo. Çikaç? Ka se kjo është fe Allah, kjo s'duhet me të. Ne kena fen me argumente, me fakte, se kena fen me thashë thome. A ka thonë Allahu, a ka thonë pejgamberi, a është vërtet? A ka thonë dietar Allah, s'ka thonë kusha. Ne duhet të them që është përgjësi. Qase ditën e gjykimit kur del njëri para Allahut azza xal, edhe bën një veprim Allahut vet, kush të ka thonë më bukë? Çfarë i thu? I thush, më ka thonë ai që më ka thonë me ngu. E atër ki argument për këtë punë. Tani leja dikujt tjetër. Allahu të ka thonë me ngu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Allahu të ka thonë me ngu dietarët, hoxhallarët, apo ata që flasin me argumente dhe me dije. Nëse ndëgjon ti e përcjell tonë për teje. Ama se ke ngupi kërkuj për tyne, përkundazi, ata ka thonë ndryshe, ti ke vepruar ndryshe, çka i thosh Allahut azza xal? Çka i thosh? A dua të them që Imam Maliku rahimullah shikoj çfarë kujdesi, çfarë frike për Allahut, për çka? Për zdi që ka thonë. Ose sikur se ka thonë njëri prej dietarëve të hershëm, ka thonë ju po i merrni do vendime, i ka po do musliman, ka thonë ju po i merrni do vendime për të cilat Omeri radiallahu anhu kishte më mbledh krejt luftarët e Bedrit. Luftarët e Bedrit që kanë marrë pjesë në Bedr kanë pozitë posaçme në Islam. Ai grupi i parë që ka marrë pjesë në Bedr, Allahu ju ka thonë ju keni marrë as problem saqë tash bëni çka doni të falni një apo. Ja u ka falë Allahu gjunat. Kaç kanë pas pozitë të mëdha. E dikush i ka thonë disa muslimanëve ka thonë ju po merrni vendime të mëdha saqë Omeri kësi vendime s'kishte marrë pas. Kur kishte mbledh këtë luftarët e Bedrit, këta burra të mëdhenj me pyet, ha ç'është bëjmë kësaj puna atë. Prandaj në kohët e kaluara njerëzit s'kan pas të mundësi të verifikimit çfarë kanë sot. Nëse është dash për shembull dikush më qumë me vetë një hoxh, është dash me marr kalin, a devën e natën e ditën me udhtu, te s'është ku më në vend me këshyrë se çapo se ka pas të shtëpia vet. Megjithatë njerëzit kanë qenë të kujdesshëm. Nëse sot Allahu na ruaj, njerëzit flasin, që ku hoxha? Që ti mëna tonë bojnë ma vetë, se afrin me vetë. Ose, për shambull, ka thonë filan hoxha kështu apëtën. Pa thonë fare apëtën. Mundësia me verifikuar se letë Allah, telefon ki, apo është edhe interneti, andi edhe kerët, këtë mundësit jam me shku, vete Allah, a ke thonë që shtë s'ke thonë? Andaj, timi të kujdeshëm se qka po flasim kur bije fjole për fejnë Allah të azogjel. Nga se çdo çështje që njëri flet do të jap llogari. Por llogaria më e madhe është kur njëri flet për fenë Allahut azza xal. Prandaj alhamdulillah për çdo çështje dhe këtë duhet të them për fund që ta mbajmë më mirë, ka shumë çështje të ndërlozur Allahu na ka ruajtur alhamdulillah. Ti kur mos më fol për të punë, Allahu sepse s'falshë. Ka kush më fol. Wallahi ka do çështje që alhamdulillah që Allah sa ngarkon e vapa. Ma mirë hati Allah. Pse e fut vetën përgjithësi me të marrë Allahu në pyetje kur realisht je i kursyer nga kjo përgjithësi. Të ka falë Allahu, pse pe fut vetën në përgjithësi? Pe merr mbi veten një ngarkesë që realisht se ki. Sikur se e ka pyet Haxhaxhi Sejdi ibn Xhuberin. I ka thonë çka të mërmënia për luftën Sifin, një luftë që ka do thotë ka qenë një luftë me të vërtetë jo e mirë, a çdo luftë është e keqe, por ka qenë disi me hije të keqe, për shkak se kanë qenë pjesëmarrës disa pe ashabëve të pejgamberit son dy palë, dhe ka pasë arsye pse ka ndodhur, por megjithatë e kanë pyet Sejdi ibn Xhuberin, dietari i madh dokon. I thonë çka të mërmënia, kush e ka pas më mirë apo? A ky? Ka thonë elhamdullah që Allahu s'u ka bëu pjesëmarrës në atë luftë, apo është dash më ditë ka me kon. Masi Allahu më ka ruajt për atë gjaku durët e mija, po kam qef që Allah me marut edhe gjuhën për ati muhabeti. Ham në rahatim, ko s'jem s'pravu, me pakon një mena të ven ishdasht, ja me këto, me kone, me këto, ishkoni me problem. Allah më ka rujë që më konë me kërkën heqë. Elhamdulillah, mas Allah më ka kursuj për ati gjaku, po du që me më kursuj dhe për asaj fjallë. Ne ka shumë qërë se të ka kursuj Allah, të ka bo pjesë asaj problemi, të ka bo pjesë, si e ti për gjezë me folë të punë. Pse Allah e merr përsipër me kallzu kush e ka mirë, kush e ka keqe, kush e ka gabuar, a mirë kjo, nuk ka mirë kjo. Qëri Allah punët e tua, apo ibadetin tënë, adhurimin tënë, islamin tënë, familjen tonë, qëri ato që ka të vetë Allahu për to,
që thonë njëri mund të më këshyr sa dush është afton. Prandaj, në çdo kush për neve kështu shikon dhe kështu interesohet, patjetër vallahi shumë probleme do të jenë të minimizuara, madje do të jenë hiç prezente, inekzistente, hiç si mes muslimanëve. Kush i sjell problemet? Problemet i sjellin dhe ndëruar gjithmonë dy kategori njerëzish. Ignoranti edhe ai që përzihet në punë që si përkasin. Me konë që ignoranti hesht, slet, se s'din, edhe ai që nuk i përket, nuk përzihet ku se ka venin, shumë punë i shikon më rahat ato. Shumë punë i shikon më rahat. Andaj nëse Allahu s'ta ka ngarkuar me do punë, jemi të kujdesshëm, dhe të ruhemi të ruajmë gjuhën tonë dhe ta marrim parasysh këtë porositë e Imam Malikut, i cili në moment të vdekjes me të vërtetë na jep një porositë madhe se çfarë i them Allahut për përgjigje që i kam dhënë në emër të fesë të tij dhe në emër të Allahut të Gjallë. Allahu na ruaj dhe na mësoft ato që është hajër dhe mirë. Allahu na mësoft që fillimisht Allahun ta adhurojmë me dije dhe me bindje dhe mos të flasim asgjë për fenë e tij dhe për askënd hiç pa dije. Mos të gjykojmë për njerëzit, a është ky i mirë, a është ky i keq, a ka deviju ky, a s'ka deviju ky. Sa është kjo puna jote vëllai? Ka kush mirë me këtë punë? Ruaje gjuhën tënde, nuk jeti përgjegjës për gjyku me njerëz. Nuk jeti përgjegjës me gjyku njerëz. Ka kush i gjykon njerëzit? Andaj ta kursejmë veten tonë dhe ta ruajmë veten nga përgjegjësi që Allahu xhallahu ala na ka ruajtur. Kjo është porosia e Imam Malikut, Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Me kaq po jap i fund për sot sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.